Dashur miq, mirëmbrëma. Ritakohemi në bisedën e radhës, në takimin e radhës, në këtë emision të radhës me mikun tim kolonel doktor Dritan Demira, i cili na bashkohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës nga Michigani për të diskutuar zhvillimet më të mëdha që janë duke ndodhur në të gjithë botën, në rajonin tonë, në Europë, në Hagë, në Kosovë, në Shqipëri. Nuk dim nga t'ja nisim sepse zhvillimet janë të jashtëzakonshme. Epsteini ka tronditur gjithë botën dhe po kontrollon zyrtarisht ekuilibrat e ri gjeopolitik global. Dosje të tmerrshme po lëkundin lindjen e mesme, Emiratet Arabe, shumë nga vendet e gjirit, shumë nga njerëzit e rëndësishëm të planetit në Amerikë, në lindjen e mesme, në Europë. Çfarë është duke ndodhur? Tronditet Kosova, tronditet Shqipëria, 45 vite. Haga, prokuror special ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit. Përse po goditet Kosova? Ç'është kjo? Ç'është ky atentat ndaj çështjes së Kosovës, çështjes shqiptare në rajon? Çfarë po ndodh në Ballkan? Televizioni serb në Tiranë, që unë kam njoftuar para 3 ditësh në kanalin tim, kthehemi më pas në Shqipëri, tek situata dhe tek puçi që po organizohet, puçi shtetëror. Rama ka nisur të ndryshoj edhe ligjet, ka ndërhyr në kushtetut, do ndërhyjnë kushtetut, do ndryshoj kodin penal, ligjin 242 procedurës penale për të mbrojtur veten dhe njerëzit e tij. Ambasada amerikane ka reaguar urgjentisht dhe i ka thënë ndalohet të prekësh drejtësinë dhe të ndërhysh. Opozita është në shesh, Berisha ka strategjinë e tij, populli opozitar është duke shpërthyer nga zemrata për këtë pislëk të madh që po ndodh në Shqipëri. Si po ndodh, çfarë po luhet në kulisa? Kemi njeriu e duhur, mikun tim, kolonel, mirë se erdhët. Gjithmonë kënaqësi. Kënaqësia është e imja. Atëherë, kolonel, bota është duke zirë, bota është në një qamet të madh. Shqiptarët tashmë po zbulojnë shumë gjëra bashkë me popujt e tjerë të botës. Një pjesë e kanë ditur, një pjesë janë të tronditur ende, një pjesë thonë si ka mundësi që bota pas ka qenë një pislëk kaq i madh. Askush nuk po di më se si po shkojmë, ku po shkojmë. T'ja nisim pak nga pak, ta rrethojmë situatën aq sa mundemi, aq ku mundemi, dhe të shpjegojmë modestisht aq sa dim ne, aq sa mundemi ne për shqiptarët, dhe t'u hapim syt në këto ditë të rrezikshme për fatet e Shqipërisë dhe të Kosovës. E fillojmë me Hagën, kolonel. Një vendim është marrë atje, 45 vjet për secilin nga komandantët. Komandantët e UÇK-s kemi qëndrim kundër tyre politik, jemi kundër tyre në politik, ja bëjmë gjyqin politik në Prishtinë. Kështu mendoj unë. Atje nuk është godit Thaçi me Veselin, me Recep Selimin, me Kadri Veselin dhe me Jakub Krasniqin. Atje është godit Kosova, UÇK-ja dhe lufta që është gjaku që është derdh për Kosovë dhe për Shqipëri. Kolonel, çfarë po ndodh në Hag? Çfarë po ndodh me Kosovën? A është hedh Serbia në revansh, në ofensiv? Përse tani? Çfarë kurdiset nga mbrapa? Ç'është ky atentat që Haga i bën Wesley Clarkut, i shefit NATO-s, i cili nuk është vetëm një njeri i thjesht, është një peco grosso i shtetit thellë, është një nga njerëzit e rëndësishëm të Amerikës dhe të NATO-s. Çfarë po ndodh për shqiptarin e thjesht, kolonel? Çfarë mund na shpjegosh? Spari, më lejo të them që historia e UÇK-s, organizimi, krijimi dhe lufta heroike e atyre bive të nënave, të cilët baza ishte në Kosovë, por që u bashkuan shqiptarë edhe nga Amerika, edhe nga Shqipëria, edhe nga Maqedonia, edhe nga Presheva, Medveqa, Bujanovski, por jo vetëm, është faqja më e shquar e historisë shqiptarëve e shekullit të 21. E 20 dhe të 21. Spari. Së dyti, është një përpjekje e qartë për ta delegitimuar misionin e Kosovës, për ta dëmtuar, për ta rënuar, për ta shkatruar Republikën e Kosovës në këtë qasje demokratike, në këtë kurs politik të suksesshëm të saj, e cila është qartazi
me një demokraci shumë herë më të konsoliduar se sa një pjesë e madhe e vendeve të bashkimit, e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Së dyti Kreshnik është ajo që ne kemi guxuar ta themi vite përpara. Jo sot, jo vjet, jo par vjet, po kemi paktën unë kam gjuar prej teje, po edhe unë kam disa vite që kam guxuar të shkruaj që kjo është një përpjekje kriminale e regjimit, e vazhdimit të regjimit kriminal të Miloševićit nëpërmjet Vučićit, Dačićit dhe gjithë ish drejtuesve të Serbisë për ta njollosur padrejtësisht me gënjeshtra, me mashtrime, me sulme të pavërteta, luftën heroike çlirimtare të UÇK-s. Dhe nuk është asgjë më pak se ajo që ne e flasim çdo ditë. Këto prokuror nuk janë asgjë tjetër përveç se përfaqësojnë atë pislik të pandershëm, të korruptuar të Bashkimit Evropian, të cilët tashmë qartazi po i tregojnë gjithë botës nëpërmjet pohimeve apo deponimeve të personave falso, duke mbështetur narrativën serbe. Një pjesë e madhe e këtyre deponimeve, një pjesë mbi 90-95% janë të pavërteta, duke e paraqitur, duke tentuar padrejtësisht ta paraqisin UÇK-n si një organizatë terroriste, ndërkohë që vrasit, përdhunusit, ata të cilët kanë shkaktuar genocid përpara gjithë botës janë serbët, përfshi këtu edhe një nga zërat kryesor të ish qeverisë Miloševićit, Aleksandar Vučić. Dakor. Kolonel, ka qenë një protagonizëm i madh i kryeministrit përkohshëm të Shqipërisë Edi Rama, i cili ka dalë dhe ka bërë ato lëvizjet që ai bën vazhdimisht. Ka quajtur prokurorin e Hagës një idiot ndërkombëtar dhe ka bërë ato filmin e vet. Ky shkoi në Kosovë dhe ishte ky që e bindi Thaçin me çdo çmim që të votoj specialen. Ishte ky që mori helikopterin, shkoi në Kosovë dhe i tha do votoni specialen. Ishte ky që i tha Kosovës do na prishni me perëndimin, po nuk e votut. Thaçi i gjendur në presionin e këtij të Brukselit, të Washingtonit, e votoi specialen. Kur ti i tha po e bëre, do ta implikosh Kosovën në gjëra që nuk i takojnë UÇK-s të jenë aty brenda. Kush e shiti Hashim Thaçin dhe liderët e UÇK-s, kolonel? Sepse Thaçi po ta kishte ditë që do ja mbyllin jetën në burg, nuk do ta votonte specialen. A mendon që Rama po bën teatr për të fituar pikë nacionaliste, apo është duke bërë lojën e ndonjë lozhe që i tha Thaçit të hap specialen në Hag dhe të votoj specialen dhe tashmë e shitën Thaçin, apo mendon që Thaçi do të marrë pafajësi në gjykatë? Të dyja bashk jeni shumë i saktë. E para, kjo është pjesë e mashtrimit e Maskirovskas Ramës, pasi ju e dini shumë mirë, gjithë populli i Kosovës e di shumë mirë që Rama s'ka qenë asnjëherë në mbështetjet e Kosovës. Thjesht në marrëveshje me Vučićin, po kjo është për ata që s'kan truk, që e kanë hëngër, që thonë, bre, Rama ishte më i forti që i tha Vučićit për Kosovën. Në fakt, i gjithë aktiviteti politik i Ramës në raport me Kosovën ka qenë thik mas shpine, me përjashtim të marrëveshjes dhe marrëdhënies që ka pas me Hashim Thaçin. Këtë ndryshe me kryeministrat e tjerë, me Kurtin, me Haradinajn, e vërteta është që Rama ka pas një mbështetje për Hashim Thaçin për shkak se edhe mbështetja e Ramës, Rama e ka përjardhjen dhe mbështetjen nga lozhet e Francës, dihet që edhe Hashim Thaçi ka pas mbështetje nga francesët dhe nuk po vazhdoi më tej. Për arsye që dihen. Jo, mbriti mesazh. Ndërkohë, këto i din gjitha Kosova, i di gjithë. Ndërkohë, unë e konsideroj krejtësisht kriminale dënimin e 4 drejtuesve të ushtrisë çlirimtare. Përfshi këtu
General Recep Selimin, Hashim Thaqin, Jakub Kasniqin edhe Kadri Veselin. Për shkak se nuk mundet një ushtri e cila ka qenë mbrojtëse, e cila ka luftuar kundër genocidit, dhe jo vetëm, të etiketohet me akuza të tilla të cilat ju nuk janë reale. Për sa i përket, kthehemi përsëri tek Rama. Pra, Spari ka bërë lojën e llozhave duke e mashtruar Hashim Thaqin, ai ndoshta 10 persona të tjerë, se ti nuk do dënohesh prandaj kaloje këtë. Dhe pikrisht ishte dritshkurtësia e Hashim Thaqit, i cili për të duk më tepër se ishte propagandimor, kishte marrë garanci dhe mendoj që do shpëtonte vetë. Nuk e dinte që do të binte në kurthin, pra do të binte në gropën të cilën e hapi dhe e miratoi vetë. Së dyti, ajo që vlen theksohet, i gjithë aktiviteti i Ramës politik ka qenë në mbështetje të Beogradit. Dhe këtë e kemi parë sepse kemi vite Krishnik që e kundërshtojnë. Edhe për mbështetjen që i ka dhënë në të gjitha rastet Vučićit, edhe për mbështetjen e interesave për ta futur Shqipërinë, Malin e Zi, Bosnjën, Kosovën, edhe Maqedoninë e Veriut, me porosi të planeve dhe të projekteve të Sorosit, sepse ta kam thënë edhe herë tjera, në të gjitha takimet që janë bërë në zyrën e Vučićit, ose ka shku, po kryesisht ka qenë Sorosi Junior, i cili aty ka takuar dhe ka bërë gjitha marrëveshjet në prezencë të Ramës, shpesh herë edhe në prezencë të Hashim Thaqit dhe të Ramës, por në Tiranë, jo Hashim Thaqi në Beograd, që mos krijojmë keq kuptime. Dhe pra është një mbështetje e mirëfillt e agjendës së Sorosit, dhe fatkeqësisht Hashim Thaqi ka rënë brenda lojës të cilën e miratoi vetë. Ka rënë te kurthi që u ngrit. Dakor, në Kosovë ka një betejë politike. Ka patur një betejë politike të ashpër ndërmjet zotit Kurti dhe zotit Thaçi. Këta i thonë jeni hajna, këta i thonë jeni ju hajna. Ajo që ndodh zakonisht në një betejë politike mes kundërshtarëve politik dhe rivalëve politik. Zoti Kurti ka bërë një lëvizje taktike të fortë, ka dalë dhe shprononcuar për vendimin dhe shprehur kundër vendimit. Me datë 17 kolonel, që është dhe festa e pavarësisë Kosovës, do të bëhet një tubim. Unë e kam parë të arsyeshme nga ana ime, nuk e di, më korrigjo, që gjithë shqiptaria duhet të jetë në Prishtinë në këtë tubim, madje edhe zoti Kurti vet, në mbrojtje të UÇK-s, jo të Hashim Thaqit apo për llogaritë e tyre politike. A jemi në moment të rrezikshëm, kolonel, ku e gjithë shqiptaria duhet i japi sot mesazh botës dhe të trondis Ballkanin, të mlidhet në Prishtinë bashkë me Kurtin në mbrojtje të UÇK-s, asaj embleme që është lamë e gjak që ti e ke mbrapa kokës tënde atje. E kam dhuratë të mikut tim të ngushtë, General Selimit, që e kam mikun më të ngushtë ka gjithë. Ja, pra, e paske dhe dhuratë nga Selimi, dhe ajo është lidhja më fort shpirtërore ndërmjet teje dhe atyre që janë Hag dhe mes teje dhe vetë kauzës së UÇK-s. Kolonel, çfarë mesazhi duhet japim botës në këtë moment me 17 në Prishtinë? A mund ndryshoj gjë, apo janë marrë vendimet dhe diçka tjetër luhet në kulisa, ndoshta Hashim Thaçi mund të marrë pavajsi nga gjykata, apo lufta është shumë më e thellë, sepse kemi atentat ndaj Wesley Clarkut, ndaj NATO-s, ndaj intervenimit amerikan në Kosovë, dhe zhbërja e kësaj narrative do të thotë zhbërja e Kosovës. Si e shikon këtë moment? Absolutisht që nuk kemi lidhje, nuk kemi vetëm dënimin e 4 njerëzve, e 4 herojve, të cilët kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në çlirimin e Kosovës, po ky është një atentat i drejt për drejt për ta zhbërë Kosovën si shtet. Është një investim i parave të pistat serbëve, mrapa të cilëve që ndojnë rusët, por jo vetëm, dhe ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë moment kur marrëdhëniet midis Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian janë më të tensionuara se asnjëherë tjetër, të paktën gjatë këtyre 2 shekujve të fundit, pra 1 shekull të kaluar dhe këtij çerek shekulli të parë. Dhe thënë kjo,
bashkohen plotësisht me thirrjen tuaj kombëtare për t'i dhënë një mesazh i gjithë komunitetit Bashkimit Evropian, të gjithë këtyre epshtejnizve, të cilët janë paguar me rroga prej 40-50.000 euro në muaj dhe përdorin të gjitha gënjeshtrat dhe mashtrimet e sajisura nga shërbimet sekrete BIA të Serbisë ndaj gjitha këtyre pretendimeve apo deklaratave falso kundër 4 herojve të kombit shqiptar. Së dyti është një luftë e drejt për drejt ndaj generalit Wesley Clark, kandidat për president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një personalitet, një mik pro-shqiptar me qëllim për ta dobësuar dhe për të tentuar për ta prishur këto unitet dhe krijimit të dy shteteve shqiptare, të cilat tashmë qartazi Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të pozicionuar për t'i mbështetur në dekadat e ardhshme. Dhe është një përpjekje për ta shkatruar, për ta dëmtuar këtë nëpërmjet dëmtimit të këtyre, dhe bashkohen plotësisht me analizën tuaj, është rasti për t'i treguar dhe për ta kundërshtuar nëpërmjet një proteste masive, por në të njëjtën kohë edhe diplomacia e huaj shqiptare, të cilën nuk kam asnjë lloj dyshimi që Spiro Pali dhe Spiro Rama nuk e bëjnë dot, sepse janë absolutisht haptazi pro Vučićit të pozicionuar, pavarësisht se tentojnë me fjali të ndryshme nacionaliste, por ne e kemi atë inteligjencë për ta kuptuar, po këtë du ta drejtoj presidentja Osmani dhe në mënyrë të veçantë kryeministri Kurti, i cili du ta tregoj tashmë ka ardhur momenti për të treguar veten si lider i shqiptarëve në bashkëpunim me Gjeneral Haradinajn dhe me të gjithë drejtuesët e përgjithshëm të sferës politike kosovare. Unë besoj që do t'jemi aty shumë shkurt, kolonel. A ka gishta gjurmë gishtrinj të Tiranës të kjo thik që i ngullet Kosovës në Hagë për siptas, pa hyrë në detaj? Unë besoj që po, pa diskutim që ka. Më lejo të sjell në vëmendje tënde një deklarat që ma ka thënë një personalitet i lartë i Ministrisë Jashtme të Shqipërisë, që është aktualisht në Ministrinë e Jashtme, i cili më thot kur shkova në Maqedoninë e Veriut dhe takova zotin Ali Ahmeti dhe i thash jemi në momentin kur qeverisë Kurti i duheshin disa vota për të krijuar qeverinë, i cili thot shkoni te Rama, thot se Rama thot i zgjidh ato punë thot me komshit sipër në veri. Dhe vetëm ai ka mundësi që të bashkëpunoj me opozitën kosovare, e cila në qoftë se pra përdoret Ali Ahmeti kështu i thot personit. Po, i thot personit i cili ishte përfaqësues i Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë, gjatë bisedave me shqiptarët e Ministrisë së Jashtme të Maqedonisë Veriut, se ka edhe Ministria e Jashtme, edhe shqiptarët e Maqedonisë Veriut kanë disa drejtues lartë në Ministrinë e Jashtme. Që thot, kemi pa diskutim një përfshirje të Shqipërisë, e cila nuk them në rastin e Hashim Thaçit, kjo ka dalë jashtë kontrollit, kjo ka qenë si puna e atyre shpërthimeve, të cilat tentohen të bëhen të kontrolluara, por dalin jashtë kontrolli për shkaqe të ndryshme. Hashim Thaçi, unë nuk mund të them kurrë që është atje sepse është tradhtuar nga Rama, sepse këtë ta garantoj që Rama në dimensionin më të gjerë të Tiranës, a ka pas fika nga Tirana? Pa diskutim që po. Për këtë nuk e kisha vetëm në kuptimin e Ramës si personazh, e kisha fika të ardhura nga Shqipëria ka patur apo jo, dhe mesazhi ishte i qartë. Kemi marrë përsipër, kolonel, modestisht, tu tregojmë shqiptarëve aq gjëra sa ne mundemi brenda këtyre minutave. Ata po na falenderojnë, një pjesë tjetër nuk e ka qef, sepse sa më shumë të largohet mjegulla, aq më shumë bëhet e dukshme situata dhe krijojnë panik. Situata në Kosovë duket e qartë, thika ndaj Kosovës dhe bomba me sahat, mina me sahat ndaj Kosovës dhe ndaj shqiptarëve po përgatitet.
të shkojmë pak tek loja më e gjerë para se të hymë këtu në Tiranë në Shqipëri. Emmanuel Macron tha dje, o bëhemi superfuqi ne në Europë, kthen me njëherë diskursin, rikthehet në takimet dhe bisedimet me Moskën, Kremlini e përshëndet, hajde të hapim dy bashkëpunimi, dhe Macron tha, bëhet superfuqi, ose zhduket nga faqja e dheut shumë shpejt. Çfarë po luhet në Europë? Tashmë më në fund Europa e kuptoi që qasja kundër Federatës Ruse ishte një dështim spektakolar i tyre. Nuk po them që ishte një dështim sepse doja unë që të dështonin, që të mos keq kuptohemi. Ishte një dështim për shkak se një pjesë e madhe e fuqisë e motorit zemrës teknologjike dhe ekonomike të Europës, që është Gjermania, ishte integruar me sistemin energjetik të Federatës Ruse, të cilën e merrte me çmime të favorshme dhe e kishte të sigurt në çdo moment. Ndërprerja dhe qasja tyre kundër Federatës Ruse për ta coptuar, për ta detyruar që të pranonte kushtet e humjes nëpërmjet mbështetjes, gjë e cila ishte qasje shumë e mirë nën diktatin ose nën udhëheqjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mirë po tashmë që dështoi kjo pas 4 viteve dhe nuk arritën në mënyrë kategorike që të arrinin objektivat e tyre, tashmë e kanë parë që nëpërmjet kësaj përplasje që kanë me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe detyrimit për të bërë për të trajtuar si vende të dyta në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës, i kanë thirrur mendjes që duhet të bashkëpunojnë, sepse tek e fundit ka një rregull diplomatik që ju e dini edhe më mirë se sa unë. Në qoftë se do të krijosh kushtet për të negociuar, do duhet së pari të kesh kanale komunikimi. Dhe pikërisht vendet e Bashkimit Evropian qelluan veten në këmbë, që thot populli shqiptar, duke ndërprerë 100% negociatat ose duke mos mbajtur kanale të hapura komunikimi me Federatën Ruse. Tashmë që gjenden në një situatë të tmerrshme ekonomike, nuk kanë burime për zhvilluar teknologjitë e tyre. Tashmë që gjenden në një presion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Kina, por jo vetëm, tashmë e kanë kuptuar që duhet ose të orientohen te Kina, të cilën e kanë bërë, dhe për Bashkimin Evropian është qasje e zgjuar, sepse disi e lehtësojnë situatën e tyre ekonomike dhe po tentojnë të rilidhen me Federatën Ruse për të gjetur, për të krijuar kushtet për të negociuar si duhet për të arritur një marrëveshje të mundshme. Bukur. Shkojmë pak urgjentisht në lindjen e mesme, duke patur parasysh që lindja mesme është një nga rajonet ku diktohet pulsi dhe ritmi i rrahjeve të zemrës së globit. Kolonel, çfarë po përgatit realisht Teherani në këtë moment? Dhe çfarë po luhet në prapasken? Është një qetësi para stuhis apo një strategji e re mbrojtje e Teheranit? Unë kam shpjeguar vazhdimisht dhe kam thënë që iranianët me negociatat po përpiqen të blejnë kohë dhe amerikanët po bëjnë njëjtën gjë. Përse po vonohet Amerika nëse ka për të godit? A ka çarje brenda në Washington apo është frikë nga pasoja zinxhir? Pa diskutim që ka dy kampe, njëri kamp që janë kryesisht eçeloni më i lartë politik vendimarrës, i cili është i gatshëm për të filluar një ndërmarrje, sigurisht të shtytur edhe nga kërkesa e jashtëzakonshme e Netanyahut. Nga ana tjetër kemi vendimarrësit ushtarak, të cilët janë përgjegjës për planifikimin dhe marrjen e masave për ekzekutimin e këtij operacioni kaq kompleks. Është një situatë e cila Irani nuk është si vendet e tjera, e kemi thënë edhe herë tjera. Sigurisht që fuqia ushtarake e Shtetet Bashkuara të Amerikës është e pasfidueshme, po çdo fuqi dhe superfuqi e pasfidueshme ka limitet e saj, të cilat kanë të bëjnë me aftësitë dhe kapacitetet e Iranit, me pozicionin gjeografik, me strukturën e saj ushtarake dhe në mënyrë të veçantë, kujdes, me dy aleancat, me dy superfuqitë e tjera ushtarake, si që janë Federata Ruse dhe Kina. Dhe sigurisht
në këtë këndvështrim jam dakord me analizën tuaj. Irani po fiton kohë, nga njëra anë ka mbushur të gjitha arsenalet e përdorura gjatë konfliktit 12 ditor, por në mënyrë të veçantë kemi disa zhvillime të rrezikshme për rajonin, të cilat konsistojnë në përfshirjen e drejt për drejt Federatës Ruse dhe të Kinës në teritorin. Jo më larg se dje kemi dislokimin në afërsi të detit arabik tashmë në kufirin e zonës operacionale të flotës 6 dhe të flotës 6 amerikane, të tre mjeteve shumë të sofistikuara të Kinës, në mënyrë të veçantë më lejo të theksoj këtu destroyerin më të fuqishëm që ka sot globi, Type 055, dhe një destroyer tjetër shumë të fuqishëm që është Type 052, por në mënyrë të veçantë Liaoang, një nga anijet më të sofistikuara të inteligjencës kineze. Nga njëra anë. Nga ana tjetër kemi dislokimin, dhënien e avionëve Su-35, MiG-29, helikopterve Mi-28 tashmë të dislokuar, pra janë teknologjia më e avancuar kineze, të dislokuar në territorin e Iranit për ditësimin, upgradimin e mbrojtjes kundërorë me personel rus dhe kines, siç është S-400, HQ-9B dhe të disa sistemeve për luftën kibernetike. Të mos harrojmë që Irani ka zhvilluar një strategji të konsiderueshme, e cila quhet në gjuhën angleze A2AD, Anti-Access Aerial Denial, që do të thotë i pamundson fuqisë amerikane për të projektuar, për të futur në zonën operacionale, dhe ka krijuar sisteme, ka integruar sisteme të ndryshme me asistencën e të dy vendeve për t'i mohuar qasjen e tij operacionale për të futur në zonën e goditjes nëpërmjet dislokimit të një sasie të madhe të armëve kundërorë, të mjeteve antierore, të luftës elektronike, madje edhe të pjesës radarike, dhe të updatimit, përditësimit me logacionin, me vendodhjen e aseteve amerikane. Dhe për ta përmbyll, jo më larg se pardje, komanda hapësirës kineze i ka dhënë Iranit, përveç atyre që kanë informacione, se kanë nga Izraeli, kanë nga Houthit, kanë nga gjithë në shtesë të informacioneve të tyre, i ka dhënë të gjitha dislokimin sfundmi të 6 baterive antiaerore në bazën ajrore të Jordanisë. Pra Irani, duke u furnizuar nga Federata Ruse dhe nga Kina me vendodhje, me geolocation që quhet, me signal intelligence, me electronic intelligence, me gjitha informacionet e duhura nëpërmjet anijes që tashmë është në zonën operacionale, kësaj anijes në shtesë të sistemeve tjera që ka vetë Irani, e vështison ose e vonon qasjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës për të organizuar dhe ekzekutuar një sulm me kosto minimale. Qartë. Parë nga gjitha kjo që ju sapo shpjeguat, kolonel, mendon se skenari më i rrezikshëm është një sulm i kufizuar apo dhe bërthamore taktike, apo një luftë e cila mund dalë jashtë kontrollit? A mund të themi që jemi pranë një katastrofe humanitare në lidhjen e mesme që Perëndimi nuk do të mundet ta menaxhojë më dot nëse shpërthen lindja e mesme? 90 milion, 80 milion, 90 milion iranian bashkë me shpërthimin e Irakut, Libanit, Huthive dhe të Yemenit do të sillte një dallg gati tsunami njerëzore në drejtim të Turqisë, të Europës, të brigjeve të Mesdheut. A mund të shkojmë te ky skenar, apo do të jemi në një skenar të kontrolluar të cilin me sa duket e do edhe Tel Avivi, i cili është i kujdesshëm që Irani të goditet, por edhe të mos dalë loja nga kontroll? Pa diskutim që po, nuk do të kemi vetëm një dalje përsa i përket situatës humanitare, por do të jetë edhe me pasojat e jashtëzakonshme ekonomike. Për ekonominë globale. Po mbyll ngushtica e Hormuzit, 5 fishohet çmimi i naftës për herë. Maron, jo vetëm 5 fishohet.
por rezervat janë shumë të vogla. Irani, si ta thash, e ka të përforcuar këtë A2AD-n, të cilën e ka jo vetëm ka mundësi që ta projektoj jo vetëm në ajër dhe në tokë, por edhe nën ujë, sepse garda revolucionare, 4 llojet e nëndeceve, rreth 40 nëndece që ka Irani, por edhe mira varka të shpejta sulmi, fregata, korveta dhe bateri të shumta të baterive antierore, antidetare, bregdetare, të gjitha kanë mundësi që brenda një kohe shumë të shkurtër, edhe me vendosjen e minave detare, të bllokojnë të gjithë energjinë. Dhe bllokimi i energjisë nuk do të ishte me pasoja katastrofike vetëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në mënyrë të veçantë do të ishte me pasoja katastrofike për ekonominë globale. Dhe efektet e cilas pastaj do të duheshin muaj. Unë mendoj që jemi në prag të një përplasjes të një lufte, nuk e di se sa do të rezistoj presidenti Trump, për shkak se siç e dini ju sot kryeministri Netanyahu është aty po të vi. Netanyahu drejt Washingtonit. Çfarë objektiva ka këtë herë, koloneli? Ka një listë kërkesash dhe mbështetje totale dhe një autorizim nga Washingtoni për një luftë të re, cilat janë kurset e tij të veprimit. Kemi për shkallëzim vendimmarrje në Tel Aviv, apo kemi një tërheqje taktike të Izraelit në këtë moment? Unë nuk besoj që kemi një tërheqje taktike të Izraelit, të jemi sinqert me ju, pa diskutim që kjo është një vizitë e 6 e Netanyahut, që nga muaji janar i vitit të kaluar, pra një numër rekord vizitash, dhe gjithmonë kur Netanyahu vjen në Washington, vjen për të krijuar kushtet, për të kërkuar përfshirjen e drejt për drejt të ushtrisë amerikane për ta kthyer tashmë Iranin në një Siri, ose si quhet në gjuhën e marrëdhënieve ndërkombëtare, ballkanizimin e Iranit. Së pari. Së dyti, dhe të lindjes mesme. Urdhë? Ballkanizimi i Iranit dhe i lindjes së mesme. Edhe i lindjes mesme, por me që ishim të Irani. Po. Se i lindjen e mesme e ka ballkanizuar Izraeli. Po. Ju e dini. Me Libanin, me Sirinë. Po të ndahet më mirë, bëhet Siria po nda, Egjipti po nda, Arabia Saudite po nda, Arabia Saudite po nda, Turqia po nda, s'ka një të keqe sipas atyre. Egjiptin dhe Emiratet e Bashkuara dhe në mënyrë të veçantë Xhordanin i kanë xhep, ju e dini shumë mirë. Pavarësisht se bën sikur bërtet Hyseini, bërtet si Edi Rama kundra Serbisë. Kështu që loja e tyre tashmë është lojë, letrat janë hap. Janë hap letrat, qartë. Janë hap letrat tash. Popujt i kanë kuptuar këto gjëra. Por personalisht do të dëshiroja që regjimi iranian, regjimi i mullave të largohej një herë më parë. Unë besoj që është rrezikshme një goditje masive e Shtetet Bashkuara të Amerikës, për shkak se kjo do të, në gjykimin tim modest, mund të jem edhe i gabuar, kjo do të ishte, unë gjykoj që në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës do përfshiheshin një konflikt masiv, i cili është edhe objektivi strategjik i jetës Netanyahut, që nga viti 2005, kur ka qenë ministër i jashtëm deri më sot, shkatrimi i vendit të 7, 6 i arritit i shkatrojnë, i 7 dhe i fundit, ju kujtohet deklarata e Wesley Clark. Dola tha nga Pentagoni, më dha lista, tha së kuptova fare. Nasi ju kujtohet. Po. Edhe tha të shikan ngel, tha vetëm Iran, pra në rase Netanyahu, mirë po planizuesit dhe drejtuesit e 5 komandave të departamentit luftës e din që një përfshirje e futje e trupave në Iran do të ishte një përfshirje e gjatë, do të kishte humje të konsiderueshme dhe do të nxirrte situatën jashtë kontrollit, gjë e cila nuk do t'i konvenonte as Izraelit, pasi në çdo sulm amerikan, siç e kanë deklaruar të gjithë nivelet, edhe ushtarake, edhe politike të Iranit, kanë deklaruar që nëse Amerika përfshihet në luftim, ne do të luftojmë, thot, por goditjen më të madhe do ta marrë Izraeli. Dhe lufta 12 ditore për të gjithë ata që kanë njohuritë minimale të strategjisë ushtarake dhe të sistemeve ushtarake, në luftën 12 ditore Izraeli është dëmtuar në një mënyrë të jashtëzakonshme dhe nuk do t'i lëvërdisi. Ndërsa për t'ju përgjigj pyetjes tuaj,
Unë mendoj që kërkesa e Netanyahu do të jetë përfshirje drejt për drejt e Shtetet Bashkuara të Amerikës, për ndryshe ai do tentoj, do ta kërcënoj Shtetet Bashkuara të Amerikës me përdorimin e armëve të fuqishme kundër atyre bazave nën-toksore të cilat nuk shkatrohen përveç se me përdorimin e tyre. Aha. Atëherë, mund të themi, kolonel, se Netanyahu ka frikë se po humbet kontrollin mbi narrativën ndërkombëtare. Është kjo vizitë e Netanyahut në Washington për të shpëtuar Izraelin apo për të shpëtuar vetë Netanyahun politikisht në lojën e brendshme? Absolutisht, për sa kohë që Netanyahu e gjithë lufta e Netanyahut duke projektuar dhe Izraelin e madhe të gjitha janë vendime, janë projekte vetëm për të qëndruar ai në pushtet. Është një person që gjysma e popullit izraelit e kundërshton, vetëm retorika nacionaliste nëpërmjet 2-3 psikopatëve ministra që ka atje, cilët janë njerëz që nuk arrin ta kuptojnë, domethënë, flasin haptazi për zhdukin e popullit palestines, gjë e cila në drejtën ndërkombëtare është ndaluar, ndërkohë që asnjëri nga ne nuk guxon të përdori asnjë nga këto shprehje për asnjë popull tjetër, lëmo të fillosh të bësh kritika për Izraelin, domethënë kritikat më minimale, që tashmë në botë është këtu në krahun e kundërt për Izraelin, ju e pat edhe tek lojrat dimrore, por edhe në gjitha ka humbur narrativën me botë, është zgju Amerika, është zgju populli amerikan, është zgju Europa, është zgju gjithë bota. Ka bërë kundër 70-80% të Amerikës, të Kanadas, të Amerikës Latine, komplet Australia, madje Japonia, Korea e Jugut, Korea e Veriut. Korea e Jugut, që ka qenë vendi që s'ka lidhje fare, Japonia. Jetojmë në epokën e teknologjisë, sot një lajm, një gjë, një zhvillim e merr erën në gjithë botën në 10 minuta. I gjithë aktiviteti politik i Netanyahut është mbjetesa e tij politike. Mos burgosja e tij dhe mos largimi i tij nga politika. Pas ka njëjtin hall me Edi Ramën këtu, po. Absolutisht me Edi Ramën se ku. Prandaj shku nuk bën bashkë, kisha fjalën atje në Kneset që i qeshnin njëri tjetrin dhe mashin njëri tjetrin me gajret. Ato e përdorën Ramën në Kneset si klon. Ato e përdorën qeshën u tallën me Ramën. E analizuam atë. Netanyahu s'pyet për asnjë lider botror, pyet për Ramën. Ti e din se e ke të qartë se si funksionojnë marrëdhëniet ndërkombëtare. Miku im i shtrenjtë i madh Edi Rama që përfaqëson shpirtin e Shqipërisë. Ka një zhvillim tjetër, kolonel, të rëndësishëm që ta skanojmë mirë botën para se të hymë në Shqipëri. Se ju e dini miq, Shqipëria është një vend humoristik. Ne të gjithë shqiptarët jemi një shprehje gjeografike e cila nuk prodhon asnjë gjë përveç Big Brotherit dhe humorit. Pra ne nuk kemi fuqi të bëjmë asgjë serioze, miq. Ndaj, duhet kuptojmë ekuilibrat global dhe t'i bëjmë ftesë diasporës shqiptarëve të Amerikës, shqiptarëve të Kosovës, kushdo ku është jashtë, loboni, shpëtoni Shqipërinë në këtë moment, se ata që janë në Shqipëri janë pensionista që po vdesin, mezi kalojnë 10 ditë e mujt me bukë, me veze, me kos, lumë ata që kanë kos, deri me datë 10, me datë 15, pastaj po i çoj fëmia në 50 eurosh nga Italia, nga Gjermania, mirë, po si çoj, hajnë luledillit shkretët. Derisa ndërojnë jetë duke prit t'i marrë fëmia në telefon WhatsApp. Fatizi shqiptarëve që t'i mbush syt me lot, tragjedi viti 2026. Po s'kuptum çfarë po ndodh jashtë, nuk kuptojmë dot gjë. Turqia, kolonel, ka çu trupa kontingjent shumë të madh NATO-s në Gjermani. Çfarë është ky kontingjent në Gjermani? A është kjo pjesë e zgjerimit të influencës turke në lindjen e mesme, po përpiqet Turqia të bëjë një hap më të madh, po përpiqet të pozicionohen si një forcë e tretë mes Rusisë dhe Amerikës dhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme. A do t'ja dalë Turqia të projektoj atë që ka ndërmendje në një moment ku në Turqi ka nisur të diskutohet fort kush do të jetë pasuesi i presidentit Erdogan. Hakan Fidan, djali i tij Bilal Erdogan, apo Sulejman Soylu, apo Bayraktar Dhëndri. Çfarë mund të më thush për këtë paketë, kolonel?
sa më shkurt, lutem. Absolutisht jemi në një fazë ku Turqia tashmë kemi parë dhe deklaratat e Britanisë Madhe, të Gjermanisë, në mënyrë të veçantë Polonisë, Italisë, por edhe të Francës, duke e pranuar superioritetin ushtarak të Turqisë. Në aspektin cilësor ushtarak, jo në aspektin sasior, Turqia ka qenë absolutisht i dyti, i padiskutueshëm, po fuqizimi i saj ushtarak, fuqizimi i projeksionit të saj diplomatik dhe ushtarak nëpërmjet industrisë ushtarake, e cila po të vazhdoj me këto nivele edhe 5-10 vitet, 5 dhe 10 vitet e ardhshme, absolutisht do të pozicionohet si vendi numër 2 mas Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në projeksionin politik, ushtarak, ekonomik, por jo vetëm. Turqia, ndryshe nga rastet e tjera, ka dërguar një kontingjent shumë të madh kësaj rradhe në stërvitjet e NATO-s në Gjermani. Por t'i treguar, pra, po ta shikosh me vëmendje për bërjen e këtij kontingjenti, mënyrat e dislokimit nëpërmjet anijes transportuese helikopter majtëse Anadolu, nëpërmjet avionëve të saj strategjik të transportit, mjetet, armatimet speciale, sistemet speciale, të gjitha turke, të gjitha prodhim vendas, tregojnë një projeksion dhe tashmë Europa ka shnik, pavarësisht asnjëherë Europa nuk e ka dashur Turqinë, asnjëherë. Të gjitha kanë qenë prradha dhe gënjeshtra. Tentoni, përmisoni marrëdhëniet ndërkombëtare, përmisoni proceset integruese, drejtat e njeriu, demokratizimi, reformat. Drejtat e njeriut, këto që i hajnë njerëz për Po, zgjallje. pranoni LGBT-n, hani njerëz, bëni pedofili. Kush e ka drejtuar Bashkimin Evropian? Jo që han njerëz, kolonel, që han kalamajt vegjël. E pa imagjinueshme, ato që do të dalin dhe të gjova mbrëm, të falenderoj për atë videon e djeshme, të gjitha do të dalin sepse kemi përplasjen e dy sistemeve. Sistemi i liberalëve do nxjerrë videot e konservatorëve. Sistemi i konservatorëve do nxjerrë videot e liberalëve. Kundra globalistëve, kundra liberalëve që kanë drejtuar deri më sot Bashkimin Evropian, për jo vetëm. Dhe popujt, pikërisht ky është momenti për të kuptuar se kush i drejtu. Se kush i ka drejtu. Tani le të kthehemi te Turqia. Pra kemi hyrë në luftë civile zyrtarisht në elitën e botës. Maja e botës është në luftë civile. Tashmë jemi në luftë civile dhe këto dosjet e pështarit do e sjellin valën e tyre edhe në Shqipëri, sepse edhe këto ndyrësierat që i drejtojnë Shqipërinë janë pjesë. Do vinë. Pra Turqia po projekton fuqi në Gjermani dhe kjo fuqi tashmë është vendosur nga Libia, nga Sudani, nga Somalia, nga Kenya, në të gjitha në Azinë qendrore, në Azerbajxhan, në Ballkan, në Bosnjë, në Kosovë. Madje kemi edhe një prezencë turke në Shqipëri, siç e dini ju. Që do thotë që të gjitha këto kanë bërë të mundur që të krijohet një trekëndësh, tashmë 4 këndësh. Dje kemi parë edhe firmosjen e një marrëveshje strategjike. Kemi folë për trekëndshën Kipro, Greke, Greqi, Izrael, tashmë këtij boshti është bashkuar, nuk ishte surprizë, edhe India, për shkak të aleancës që ka Pakistani me Turqinë. I shtu edhe Irina, i shtu edhe India, që thotë që ky ekuacion përshkallëzohet, pritet përshkallëzim dhe krijimi këtyre dy boshteve kundër Turqisë do të bëjë që t'i vej gishtin kokës Turqisë, që Turqia të vazhdojë me krijimin e këtyre aleancave, siç është me Pakistanin, me Arabinë Saudite, me Egjiptin dhe jo vetëm. Dakor. Të kthehemi pak në Shqipëri, po para se të kthehemi në Shqipëri, kolonel, dua me 2 minuta të lutem, e di që ajo është oqeani i madh, kjo fushë, dhe mund të flasim pafundësisht. Apo e humbet narrativën Izraeli dhe perëndimi me çështjen kurde që investuan për kaq shumë kohë të gjata, apo ja ngushton lakun Iraku çështjes Kurdistanit, a humbi Kurdistani, pushon tani së qeni një kartë, një gur në dorën e Izraelit, apo jo, e para. Dhe e dyta, çfarë po bën Rusia
në këto 2 javët e fundit? Presion ushtarak apo lodhje psikologjike e Perëndimit? Pa diskutim që po, investimi 15 vjeçar i Izraelit me marrjen e kontrollit të 60% të rojavës të Republikës Kurdistanit të Sirisë, pa diskutim që po, Në lindjet e kësaj Eufratit. në lindjet e Eufratit, kësaj shtohet edhe largimi i bazës amerikane, bazës Al-Assad, marrja e saj nën kontrollin e forcat armatosura të Irakut. Tashmë fatkeqësisht kemi një unifikim të qëndrimeve, pasi për shkak se edhe kryeministri i cili aktualisht pretendon për të bërë kryeministri pavarësisht kundërshtimit të Shtetit Bashkuara të Amerikës, kemi kryeministrin i cili është kryeministri i përcaktuar për të krijuar qeverinë, Nuri al-Maliki, i cili dihet është qartazi, ka mbështetjen e PMU-s. PMU-ja janë të gjitha njësitë e mbrojtjes e vetmbrojtjes militare të Irakut, të sponsorizuara, 5 grupet kryesore të sponsorizuara prej vitesh, të krijuara nga Qasem Soleimani dhe të mbështetura nga qeveria e Iranit, që të thotë krijimi i këtij boshti, forcimi i këtij bashkëpunimi, marrja e leadershipit nga Al-Sudani tek Al-Maliki, do të thotë rritja më tej e influencës së Iranit në Siri dhe përrjelloi rritja e presionit ndaj qeverisë kurde në Sulemani, e cila ka një marrëdhënie shumë të mirë fisi Talabani, ndërkohë që pjesa tjetër që drejton Talibanit, po. Xhelal Talabani që drejton pjesën e Sulemanis, sepse rajoni i Irakut, i kurdëve të Irakut ndahet në dy klane të cilat gjithmonë kanë qenë luftë me njëri tjetrin, Barzani, që është kryetari i Erbilit, në cilin gjendet një sasi e madhe e forcave amerikane, aktualisht edhe divizioni i 82 malor në mbështetje të operacioneve të mundshme nëse do sulmohet Irani, dhe pastaj është një stronghold i Izraelit për shkak se Barzani ka një marrëdhënie të shkëlqyer me qeverinë e Izraelit dhe ju e dini që disa sulme janë bërë kundër bazave të tyre nga Irani drejt për drejt nga territori i Iranit. Qartë. Është dëmtuar rënd. Qartë. Kthehemi në Shqipëri urgjentisht. Parë i bën një skanim të imtësishëm gjithçkaje, ekuilibrave global, lojrave rajonale, Mesdheu, lindja mesme, Kosova, Haga. Tashmë hym në zemër të Tiranës. Para 2 netësh, kolonel, unë kam denoncuar me video në këtë kanal televizionin serb Beograd Arena me lidhje të drejtë për drejta tek Vučići dhe tek vajza Maria Milošević e Slobodan Miloševićit. Në zemër të Tiranës hapet një televizion serb. Çfarë po ndodh në Shqipëri, kolonel, në këto kushte, ku është hap puseta e Epsteinit? Janë trondit Emiratet e Bashkuara Arabe, Departamenti i Drejtësisë ka nxjerrë lajme se ka video të tmerrshme, sadizmi, aktivitet i tmerrshëm, pedofilie, vrasje ndaj fëmijëve të vegjël, tortura, video me tortura, mos i paft njerëzimi se kanë për tu lebentit. Këtu në Shqipëri jemi gjithashtu në fazë tranzicioni të madh, ku goditjet janë të mëdha. 1. Çfarë po ndodh në Tiranë me këtë penetrim të Beogradit, a e lidh me Hagën këtë? E dyta, a do vi fladi Epstein, tsunami Epstein në Tiranë? Pa diskutim që po, ne kemi guxuar për gjatë paktën unë personalisht, edhe kur kam qenë në forcat armatosura, që nuk më është lejuar, kam pas guximin të flas, të veproj aktivisht, sigurisht që këtu nuk është vendi për të folë, kundër influencës dhe operacioneve serbe në territorin e Shqipërisë. Pra miq, nuk po flet vetëm tani koloneli, nuk po flet vetëm tani nga Amerika, ka folur edhe kur ka qenë në forcat e ushtrisë. Vazhdo, kolonel. 15-20 vitet e fundit kam folë gjatë në çdo vend ku dhe ambasadori serb, kur ka ardhur në zyrën time në vitin 2017, mas 3 refuzimeve që i kam bërë, po
isha i detyruar ta prisja sepse më erdhi Çfarë urdhri kërkonte? për ta prit. Çfarë ndodhi? Në bisedën që kam bërë me ambasadorin sërb në Tiranë në 2017 si ministri i brendshëm, ja kam shprehur të gjithë qëndrimin tim kundër qeverisë së Serbisë. Dhe më tha një fjalë: jemi gëzuar jashtë mase kur je larguar nga forcat armatosura, se ishe ushtaraku i vetëm profesionist që kishte Shqipëria. Çfarë Guxoj për herë të parë ta them këtë sot këtu në këto media. Çfarë Pra, sinqeriteti? është e vërtetuar që heqja ime nga ndyrësira ministre që ishte atje në atë kohë ka pas kërkesa dhe ndikime nga vende antiperëndimore, sepse të gjitha arsyet dhe justifikimet ishin falso, që i vërtetoi edhe gjykata, që ishin gjitha gënjeshtra, dhe kjo tregon, po e lidh me veten që shkoi në makro. Tha, i ke qenë i vetmi person që ndërtove diçka që më bënte rrezik dhe kërcënim. Për arsye se ato nuk pranojnë që në Shqipëri Kreshnik Osmani dhe t'jap domethënë maj përgjithësi për këtë që them, të ecin në karrierë njerëz të cilët nuk janë të miratuar nga Beogradi dhe pjesërisht edhe nga fqinji. Nuk kanë mbështetje, të cilët nuk kanë mbështetje nga fqinji. Nga fqinji jugur, po. Po në mënyrë të veçantë nga Beogradi. Dhe kjo më ka kushtuar karrierë dhe nuk më ka kushtuar absolutisht kur në jetën time nuk jam përfshi në aktivitete politike. Partia politike e Dritantë dhe Mirajt është dhe vetëm kombi shqiptar. Republika e Shqipërisë, e Kosovës, pjesa shqiptare e Maqedonisë, e Malit Zi. Asnjëherë nuk janë partitë politike. Bukur. Pas ka momente sinqeriteti edhe Serbia, edhe diplomatët serb, me këtë që po më thoni që ju a ka thënë Shqip se ka qenë shumë i lumtur kur ju kanë heq nga ministria. Shqipen e din të shkëlqyeraj, zotëria. Shqipen e din të shkëlqyer, kishte mbi 10 vjet. Fliste Shqip në mënyrë shkëlqyer, bukur. Pa diskutim, ato kanë mira agent të infiltruar në nivelet më të larta. Dakord. Në të gjitha institucionet e Shqipërisë, që nga forcat armatosura, jo forcat armatosura, që nga Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Brendshme, ju e dini lidhjen e shërbimit sekret, Shikut, e me radhë. Hiqet nga AKI-a, drejtoresha e shërbimit informativ, për lidhje me Serbinë ose dyshime, dhe Rama e merr kryetarët e shërbimit informativ. Hajde ma spjegoti mu këtë tani. Dhe dalin e për videot e pështejnë të gjithë këto drejtuesit e institucioneve të larta shqiptare, të gjithë duke bërë marrëdhënie intime në institucione të ndryshme. Video të cilat kur të dalin do t'ju tregojnë gjithë këtyre ndyrësirave patronazhist që janë sulur si bisha të tërbuara, se po e ndjejnë Kreshnik që po i rrëshqet toka në këmbë. Po ju largohet Edi Rama dhe pikrisht për t'ju përgjigj pyetjes tuaj me këtë televizionet e sërbëve që guxojnë tani haptazi, në gjykimin tim modest, hapja e një televizioni qartazi në Tiranë tregon që Rama dhe Vučići, siç e kemi thënë, e kemi paralajmëruar, janë dy personazhe, dy binjak siames, të cilëve ju ka ardhur mesazhi për të larguar. Dhe pikërisht po përpiqen për të destabilizuar, për të krijuar narrativa falso, për ta intensifikuar luftën psikologjike, informative, të dizinformimit. Se ky është mesazhi. 3 misione kanë mediat serbe në Shqipëri: dizinformimi, lufta psikologjike, lufta mediatike, dhe misinformimi, e thash më duket. Dhe relativizimi i krimeve serbe, fika ndaj Kosovës, marrja nën kontroll ekonomisë, politikës, e gjithave. E marrja e narrativës nën kontroll. Par nga këto që po thoni dëshmi tronditëse, kolonel, a ekziston mundësia që këta kokat e mëdha që na kanë bërë moral të dalin tek dosjet e Pshtein, apo dosjet e Gjysagasit janë më të rrezikshme se të Epsteinit, se kam dëgjuar që ka edhe aty i regjistrime me gryka shishesh e me gryka kavanozi e me gjëra të tmerrshme. Keni ndonjë info për këtë?
do flas në përgjithësi, Përgjithësi, për gjithmonë në përgjithësi. do flas Ne nuk flasim për emra personale, as nuk akuzojmë pa prova. do flas në përgjithësi, është e padiskutueshme. Të gjithë, unë për shembull kam shumë miq brenda rilindjes, kam shumë miq brenda socialistëve të cilët kanë një urrëtie të jashtëzakonshme ndaj rilindjes. Kur them rilindjes, them ndaj bordellos rilindjes, këtyre ndyrësirave që kanë vjedhur gjithë Shqipërinë. Ka shumë, po. Ndyrësirave që kanë vjedhur Shqipërinë. Dhe thonë, nuk ka racë më të ndyrë me aktivitetet satanike që bëjnë, dhe këtu në Shqipëri që nga viti 2010 e këtej, këto aktivitete nuk kanë ndaluar asnjëherë. Ju e dini që edhe avioni e Pshtenit ka zbrit në Tiranë 2018. Edhe dosjet e takimet e bashkëpunimet e tyre, se një pjesë e madhe e këtyre kanë qenë pjesëtarë dhe miq Sorosit. Lidhjet e tyre janë të padiskutueshme dhe nuk është rastësi që çdo gjë që ka ndodhur në ishullin e Amerikës me pjesëtarë nga Bashkimi Evropian ka përfshirën edhe të individëve të cilët kanë ndikuar dhe kanë mbështetur rilindjen dhe sektin e ndyrë antishqiptar të rilindjes. Dhe pa diskutim këto gjëra, këto ngjarje që kanë ndodhur atje, kanë ndodhur edhe në Shqipëri. Sigurisht në nivele më të vogla, nuk po them me ngrënien e fëmijëve, por në aspektin e degenerimit pa diskutim. Dimensioni erotik e kanë fantazinë zhvilluar. Dimensionin erotik në nivelet më të ulta. Me shishe, me shkopie, me pranga, me lule, me pranga, me pellush. Ore, i din me mira nga rilindja, nga njerëzit socialistë që e refuzojnë me përbuzje. Pra ka dhe këtu rituale satanike që kryen të ngjashme me ritualet e Epsteinit, pavarësisht se dosjet e Epsteinit nëse hapen për Shqipërinë është vendim tjetër. Absolutisht të gjithë ata që na dëgjojnë, dhe këtu ka edhe socialistë që tash kanë filluar të na dëgjojnë me vëmendje, në mënyrë të veçantë, kam postuar një postim dje me rastin e protestës. Po. Them 1200 patronazhista janë fut, një 500 vetave, a 400 vetave i kanë bërë blok. Po ç'kishin me ty? Ti nuk njerëzit më ndyrësira. Ti mbështesje popullin opozitar, ti s'kishe përmend as Berisha as njeri. Më kanë akuzuar në çdo rast, unë s'kam as një post, as në Partinë Demokratike, as deputet i Partisë Demokratike, s'kam qenë kurrë, as si gjë. Përveç se një ushtaraku që i kam shërby kombit 35 vjet. Por unë do ta them këtë edhe sikur ata të Partisë Demokratike të jenë Serbisë, e të mbështesin Serbinë, dhe nuk ka askush më shumë se Partia Demokratike që të ketë fol kundër Vučićit dhe kundër gjithë këtyre ndyrësirave, po kjo është çështje tjetër. Edhe kundër atyre do të jem deri ditën që të vdes. Ti e the, kolonel, partia ime është Adheu, partia ime është Shqipëria, është Kosova, është Kombi, është... Unë e pash postimin tënd, ti ke mbështet popullin opozitar, as ke fol PD, as ke fol Sali Berish, as ke fol asgjë. Dhe unë gjithashtu i përulem dhe i gjujzohem atyre qindra, dhjetra, mira dhe të ndershme, burra e gra që kanë dalë, se unë kam protestu me ata 12 vjet rresht, kam hëngër shkopa gome, kemi hëngër gaz lotësjellës, por si kryetari një parti politike kam thënë Sali Berishës, 1, 2, 3, 4, 5 janë kushtet bashko popullin, për ndryshe është lojë në Ramën. Nuk ke fol ti as për Berishën, as ke fol për kënd, as i ke bërë thur lavd e Berishës asnjëherë. Ata e kanë ndërtu narrativën, ne që bëjmë opozit jemi të Berishës, pa tjetër. Unë kam 12 vit që i them, jo Berishës, jo Ramës, prapë edhe unë jam zari Saliut. Ose vinë ata Saliut, thënë ti e zari Edi Ramës. Këta bëjnë biznes, ne jemi zarët e dikujt. Ty po puno me djersën tate në Amerikë, unë po shkëllyem 4 këtu brenda Shqipërisë, i bombardum, i internum brenda vendit tim. E ngritet dorën, kishe diçka për të thënë, duket. Kam një mesazh ekskluziv për herë të parë tek ty. Je i pari. Urdhro. Gjatë 2 javëve të fundit, rreth 300-400 intelektual shqiptar të Shtetet Bashkuara të Amerikës, shqiptar amerikan, kemi marrë një vendim për ta intensifikuar
dhe për të mos e lejuar regjimin e Ramadurës për shkatrimin përfundimtar të Shqipërisë. Më lejo që të informoj për herë të parë që fillojmë protestat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër shkatrimit të kombit. Kjo protestë kombëtare është jo politike, kundër veprimtarisë të qeveritarëve që drejtojnë sot Shqipërinë, të cilët po dëmtojnë Shqipërinë, Kosovën dhe trevat shqiptare përreth. Pra protesta për mbrojtjen e kombit dhe këtu nuk do guxoj askush të përdori logo partijake. Me 22 shkurt 2026 fillon protesta parë në Michigan, do intensifikohet, do ta organizojmë në të gjithë shtetet e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe do ta përmbyllim tek shtëpia e Bardh në Washington me një kërkesë ndaj presidentit Trump me pjesëmarrjen e qindra mijëra shqiptarëve. Atëherë, ku do të marrin pjesë shqiptarët e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, të gjithë shqiptaro-amerikanët. Kolonel, falenderoj për lajmin e rëndësishëm, sepse unë kam mbi 2 muaj që po intensifikoj për natë dhe i bëj thirrje diasporës, ngriuni ju që jeni në Amerikë, shpëtoni kombin, lobonin në Kongres, në Senat, ku të mundeni, sepse jemi në rrezik dhe jemi në pikë të hallit. Por edhe sot kam bërë një video të qartë, kush nuk e ka parë shkoj poshtë, i kam thënë, po deshët që në cilë pluralizëm politik, 1, 2, 3, 4 duhet plotësohen kushtet, votojnë shqiptarët. Ti ki i palë hajdutësh dhe të kthehen një palë hajdutësh që i ka marrë malli me vjedh, sepse u bën kohë pa vjedh, kjo nuk ka për të ndodhur. Përfitoj nga rasti, kolonel. Kam mbi 150.000 shikime në muaj që vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një pjesë janë për krahas lëvizjes atë dheu, një pjesë janë shikues tonë. Amerika na shef, i bëj thirrje të gjithë shqiptarëve të Amerikës të bashkohen këtyre protestave në Amerikë, këtij lobimi në Amerikë, pa logo partijake, në mbrojtje të Shqipërisë, të Kosovës, trojeve shqiptare dhe çështjes shqiptare, sepse nëse nuk e bëjmë tani, nesër do të jetë vonë. Nuk ka më kohë praktike. Dhe më lejo Kreshnik t'i falenderoj këto djem të shkëlqyer, të shkolluar, profesora, ekonomista, njerëz me integritet, njerëz me dinjitet, të cilët më kanë kërkuar në vazhdimsi që të bashkëpunojmë për të organizuar në nivelet më të larta, më dinjitoze dhe profesioniste, ta bëjmë në të gjitha shtetet, ta bëjmë me një paratë madhe në New York dhe pastaj ta përmbyllim në Washington DC, pavarësisht se do përpiqen patronazhistët e Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do ja dalin, për shkak se ky është momenti përfundimtar kur sulmi, akuzat e Hagës. Kolonel, Shqipëria është e demokratëve, socialistëve, kolonel. Pse duhet dalin socialistët apo po thu patronazhistët, jo socialistët e Amerikës? Jo, Kreshnik. Socialistët e Amerikës po patën i fije burni dhe tani duhet bashkohen në këto protesta. Socialistët kanë me 10 mijëra shqiptar që duan Shqipërinë. Po të krahasosh qeveritë e Fatos Nanos, deputetin e parlamentit shqiptar, që nga vitet 91, 92 dhe 3-4 mandatet e para, nuk krahasohen me nivelin e këtyre analfabetëve, ignorantëve që ka drejtu dhe këtyre Don Kishotëve që ka fut në parlament Edi Rama, të gjithë analfabet. 90% e tyre o janë hajdut, o janë ignorant, o janë anti-shqiptar, o janë analfabet. Të gjithë i shërbejnë vetëm sektit të ndyrë dhe anti-shqiptar të rilindjes. Vetëm mbarësi e gjithë shqiptarët e Amerikës mbështetin i këto protestat pa logo partijake, nuk janë as të Saliut, as të Kreshnikut, as të Dritan Demirajt, janë për kombin shqiptar, janë për Kosovën, sepse Amerika vazhdon të jetë fuqia numër 1 e planetit. Mos i dëgjoni propagandët e televizioneve të rilindjes në Tiranë dhe të oligarkëve të cilët po thonë do fitoj Ballkan, Serbia me Rusin. Amerika vazhdon të jetë miku juaj.
në qoftë se loboni në Washington, shpëtoni kombin, si që jemi në pikë të rrezikut. Në qoftë se nuk lëvizni atje, Shqipëri nuk ka më në botën e re që po lind. Kishit diçka për të thënë koloneli, ju ndërpreva apo jo? Absolutisht, vetëm një fjali i kam. Po, Është momenti për të bashkuar gjithë shqiptarët amerikanët për t'i dhënë një mesazh të qartë presidentit Trump. Shqipëria është në rrezik me këtë leadership. Duhet një qasje re, duhet një klasë re politike, duhet pastrohet Shqipëria nga kjo racë anti-shqiptare, që në fakt është edhe anti-amerikane, sepse siç e thatë ju vetë, to po fërkojnë durët duke menduar që fitore e Rusisë në Ukrainë do t'jetë edhe një fitore e Rusisë në kolonel, fuqizimin e Serbisë në Ballkanin Perëndimor, gjë të cilën e ka të përcaktuar qartë strategjia e sigurisë kombëtare e 2025 së Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shqipëria, Ballkani Perëndimor është domeni im. Dhe ata nuk kanë për ta lëshuar. kolonel, që do të vdes një ditë e di dhe e kam besu. Që do mulohemi një ditë me dhe do t'jemi gosti për krimbat, inshallah shkofshim me nere me faqet bardh, e me dine me iman, kur thot populli shqiptar. I kam ditë, por nuk e kam ditë dhe as e kam besu kur, që do vi një ditë në Shqipni, që ti do t'jesh i persekutum në qoftë se qëndron kundër Beogradit dhe levave të tyre në Tiranë. Kur se kam e dukta. Gjithsesi, ky mesazh duhet shkojë në Washington dhe duhet ta bëni shpejt dhe tani dhe urgjent. Vazhdon puna për ditë. Dhe urgjent. Dhe ashtu siç e the. Të më thënë patronazhistët, pse flet ti nga Amerika, Kreshnik? Pse flet ti nga Amerika, hajde këtu. Ose me se bën? Po sepse me mund që janë këtu e ndritën. Po pra, bëj 1000 herë më shumë se sa ju. Pa ato kujtojnë se do dalim t'i tregojmë këtu se ç'a bëni ju edhe unë. Nuk janë patronazhistët, janë dhe ca tjerë të cilët luajnë lojë më të pisët se patronazhistët. Ata që ty të thonë, po nga Amerika po e boke ti betejën, po pse e ndritën këta me mu që jam këtu në mes Tiranës? Ha? Okej, ty të thonë pse s'vjen nga atje, ja ku jam unë këtu. Nesër mund t'iki në çdo shtet botës vazhdo jetën time. Po vendos me luftu këtu, në zemër të Tiranës. Nesër mund ta vrasin, nesër mund ta helmojnë, mund ta hedhin kanal, mund ta bëjnë aksident, mund ta bëjnë atentat. Ku jeni ju? Ku jeni ju që i thoni kolonelit, hajde ti nga atje, ne jemi këtu, pse s'vini ju këtu? Nuk vini sepse ju jeni dinak, jeni tradhtar, jeni anti-shqiptar, jeni gënjeshtar, jeni mashtrues dhe punoni për të keqen, të cilën nuk do të keni mundësi ta fitoni këtë betejë. Kishit diçka për të thënë kolonel? Ja. Dakor. Një pyetje të fundit, po bën grush shteti ky zotnia dhe po thot do ndryshoj ligjin, nuk e dorëzoj ballukun thot. E morën europianët, e thirrën një pjesë atje, edhe atje nuk besoj që janë gjithë të zi, ka dhe atje ca burra të nershëm. Patjetër. Po ka dhe pjesa tjetër që janë llumi i zi dhe puseta e Pshteminit. Një pjesë më keq se ky. Ma keq se këtu, patjetër. E di se këta janë më keq se ky, jo se këtu, se ky. Se ky pra. Se janë i ka mush me parat që ka vjell nga shqiptarët. Janë e njëjta shkollë, pra ti e ke folke kjo dritare, ti më ke thënë që ky i përgatit me receta goca të bukura, qa e do ky e do çun, ky e do goc, ky e do Lajçaku pra, një pjesë e madhe janë dyrësira si Lajçaku. Po pra, po ti vetë e ke thënë në këtë emision, në këtë kanal, ke thënë që Rama i ka me kështu, me listë. Ky e do sniki, ky e do çabi, ky e do t'holl, ky e do latine, ky e do burr, ky e do gru. Si që e do, ja pak e do. Do 3, 4, 5. Po, e do orgji, e do me kavanoz, e do me pranga, e do me pellush, pranga me pellush, me këngë. Maldajtit, po e tregove Maldajtit në ajër të freskët, kupton? E tregove në ajër të freskët. Masa trepta sigurie nga garda. Në ajër të freskët i ru garda. Po bukur. Kujdes mos ta dalin këto. Bukur, ajër të freskët ose edhe me oxhak. Edhe me oxhak është bukur, kolonel, me gështenja. Brenda në tunel kështu, ke parasysh? Me oxhak bio. Ati e din ato, te tuneli, po do u qerri maskën Kreshnik. Pasin diskutim që po. Kolonel, ka dalë dhe do ndryshoj ligjin. Europianët e morën, i thanë, hajde këtu na qite e bojën, i thanë, lëshoj këtë ballukun, mos e mbab më, se nuk mbahet më. Ky thot, nuk e lëshoj ballukun, thot,
sepse unë do ndryshoj ligjin, do t'i vej themelet, do i vej tërmetin shtetit, thot. Unë kam 82 deputet, unë ndryshoj ligjin, unë ndryshoj kushtetutën, ky nesër merr edhe 200 edhe 120 deputet më. Ta them unë më, i merr nesër. Edhe hy dajak gjithve më, edhe na rret gjithve më, edhe na ço policin gjithve, na myt gjithve ndru. Ky ka para me mbyt, i ka lënë aq deputet sa aq ka dash me lënë Saliut vet. Problemi është këtu, kolonel. Ambasada amerikane ka dali, ka thonë sot Nancy Varnholm, mos guxo të prekësh drejtësinë dhe ligjin 242. Ka dalë Troç, ka thonë do ndryshoj ligjet e shtetit. Nuk prekem as unë, as baroni i presidencës, as avokati i popullit, as njëri tjetër. Po bë film ky kolonel apo do ta nxjerrë Amerikën, do ta shpallë armikë. Absolutisht është fundi i tij. A janë ngrahmat e fundit. A janë ngrahmat e fundit. Po bën sikur s'do e lshoj Ballukun, ai do hiki, Balluku do hiki. Imagjinoje çfarë ndyrësirash ka Shqipëria. Çfarë ndyrësirash ka Shqipëria, Kashnik. Ka dalë ministrja me 300 e sa apartamente. Ka dalë ministrja me 30 milion euro e nja 500-600 tjera që s'dihet se ku janë. Maja icebergut ka dalë. Ka dalë vetëm e ministrat e tij, e ish ministri i brendshëm i përfshirë trafikun e drogës, e jo ministri Tahiri, tjetri. E tjetri, gjithë ministrat hajdut, 3 kryeministra i kanë burg, 5D-ja, Erion Veliaj, çdo gjë e rilindes, sekt i ndyr, pervers, hajdut, anti-shqiptar, analfabet, dhe merren me ty dhe me mu. Më kupton? Që ne do me thonë, kemi bërë, apo me ca emra të tjerë që kanë hik, kanë 20 vjet që s'kanë as i post më, e kupto se çfarë ndyrësirash. Prandaj ne duhet luftojmë, s'duhet dorëzohemi, sepse këto e kanë ndjerë që ju ka ardhur fundi. Kjo është përpjekja e fundit, si çdo përpjekje e fundit e diktatorëve, por ta majt me dhunë. Unë kam qenë ministri i brendshëm. Duhet të bëj edhe një mesazh për forcat e policisë. Unë jam një person që kam punu oficer policie, që nga niveli bazë deri tek forcat speciale, kam qenë një ushtarak që nivelin 9 toger deri në gradën e kolonelit, kam qenë ministri i brendshëm dhe në të gjitha rastet e konsideroj antiligjore goditjen e policisë. Por kur policia, drejtuesit e saj, emërohen nga krimi organizuar, nga trafiqet e drogës, kur i shërben trafiku të drogës, kur janë të përfshirë në trafikun e drogës, dhe askush në Shqipëri më mirë se unë nuk e di këtë, sepse jam i pari që kam nxjerrë listën me 126 drejtues të policisë shtetit të përfshirë drejt për drejt në trafikun e drogës të Sajmir Tahirit në vitin 2017, i pari që kam guxuar të denoncoj lidhjet kriminale me trafiqet të hajdutes Mimi Kodheli, kur fikeshin radar gjithë cilat akuzat cilat u vërtetuan nga prokurorit e antimafjas italiane, të cilët deklaronin sa para pagunin për të fik të kësaj. Dhe i kam tërheq vëmendje me letër zyrtare, i kam thënë do të denoncoj në Bashkimin Evropian. Ministres mbrojtjes, koleges hajdutes Kodheli. I kanë letrat të gjitha zyrtarë në Ministrinë e Brendshme, ku i tërheq vëmendjen për të mos kryer trafik. Dhe pikërisht jam kundër goditjes forcave të policisë, por kur policia provokon protestuesit, kur policia godet deputetët, atëherë edhe populli ka të drejtë të kundërveprojë. Kaq kisha. Faleminderit kolonel, je i respektuar, i nderuar për gjithë mesazhet që dhat. Më ngrohet zemrën sepse sollet mesazhe të mira, përfundimisht diaspora e Amerikës po vendos të lëviz. Shpresoj që mesazhet ishin të qarta. 1000 falënderime për mesazhet. E pra miq, gjithçka ishte e qartë. 17 shkurti është afër, i gjithë kombi në Prishtinë, me Albin Kurth e me opozit, e me LDK, e me PDK, në mbrojtje të UÇK-s dhe diaspora e Shqipërisë, Shqipni, Kosovë, Malsi, Maqedoni e Veriut, Ilirit, Dardani, Çamëri, shqiptar Shqipërisë, çfarë jeni, të gjithë jashtë çdo logoje, të shpëtojmë kombin shqiptar dhe të lobonin Washington deri në Shtëpinë e Bardhë. Shpresoj që të jemi në momente historike dhe t'ja dalim pastrimi i asaj race politikanësh anti-shqiptar dhe zëvendësimi me një klasë të re politike, siç tha dhe koloneli qartësisht,
uroj që kjo të ndodhë sa më shpejt në Shqipëri dhe trojet shqiptare të rigjejnë rrugën e humbur në mesin e oqeanit të trazuar të lojës së kombeve. 1000 falënderime, kolonel. Leci. Faleminderit, kaq kishim për sonte pjesën tjetër zhvillimeve miq të dashur, ju e dini si gjithmonë. Vijoj në numrin e ardhshëm. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tregtare. Ma të mirë.